pas pushtimit romak, ishte pushtimi bizantin dhe pas pushtimit bizantin ishte pushtimi osman. Pushtimi osman nuk njihte pronësinë mbi tokën, që do të thotë nuk njihte pronën private, por e jepte tokën në përdorim sepse mendonte që shteti ishte pronari kryesor. Kjo ka qenë tipar i feudalizmit lindor. Megjithatë, duhet kemi parasysh një gjë, që jemi që 12 kur Shqipëria mori pavarësinë, realisht pronari tokës sipas ligjit ishte shteti. Mirë po me statusin e vitit, të gjitha ata që kishin tokën pronësi nga perandoria osmane e kaluan në përdorim, nga perandoria osmane e kaluan pronësi. Dhe nëse do të marrim disa statistika për pronën, sepse ju duhet kuptoni pse është problemi i pronës në Shqipëri dhe si mund të zgjidhet. Atëherë nëse do të marrim disa statistika ne për pronën, do të shikojmë se në vitin 1938 Shqipëria kishte 250 hektar tokë bujqësore, ndërsa në vitin 1990 pasi ra regjimi komunist kishte 750.000 hektar tokë bujqësore. Pra, nga 1938 deri në vitin 1990 Shqipëria kishte 500.000 hektar tokë bujqësore më shumë. Tani, me ardhjen e regjimit komunist, në vitin 1944, ne kemi shpronësimin e 118.000 hektarëve tokë, të cilat ju morën një pjesë të shtresës së lartë, por duhet kemi parasysh një gjë, që në vitin 1944 vetëm 7 latifondistë, që ishin pronarë të mëdhenj tokash, kishin 14.500 hektar tokë. Çdo të thotë kjo, do të thotë që kishin shumë pak në raport me atë që thuhet, sepse 80% e popullit shqiptar në vitin 1944 ka qenë pronar toke, që do të thotë që çdo pothuajse pjesët më e madhe e fshatit zotronte një tokë në pronësi. Dhe me këtë reformë agrare të 1944 ju mor 118 hektar tokë disa njerëzve që ishin më të pasur në këtë kohë dhe ju kalua 20.000 familjeve të cilat nuk kishin tokë. Pra duhet kemi parasysh një gjë, që ata të cilët janë shpronësuar në vitin 1944 janë afërsisht 20.000 familje dhe të cilët kanë dorëzuar shtetit në atë kohë afërsisht tek 120.000 hektar tokë. Pjesa tjetër kaloi në më pas u shpronësua me anën e kooperativave. Pra me krijimin e kooperativave bujqësore, pjesa tjetër e fshatit e kaloi tokën në këtë rast shteti. Tani çfarë ndodhi? Në vitin 1990. Që kjo është pasandaj që ne duhet ta sqarojmë, sepse këtu politika i bën të gjitha gjërat, domethënë sipas interesave të veta. Unë do ta them ashtu siç është, sepse duke qenë e fushës të ligjit, të shkencave politike të historisë, unë mundohem që t'i bëj gjërat drejt, ashtu siç janë, me qëllim që informimi i publikut është shumë i rëndësishëm se çdo gjë tjetër.